Jam me një shqiptar që jeton këtë në Turqi, por I lindur në Egjipt. Në Egjipt ka lind. Tani jam me Ilir Haxhiun. Ky do të flet vet, do të tregon për historinë e babait dhe nanës dhe për historinë e vet. Tash fjalën po e jap zotri Ilit. Unë zotri Ilir. Mirë dita. E kam emrin Ilir Haxhiu, jam farmacist. Unë jam lindur në Egjipt, në Kairo, në vitin 1961. Kam një motor, Durata, edhe është lindur në Kairo, në Egjipt. Babën e kishim dërguar në Shqipëria në Egjipt në vitin 1939. Pastaj pas I plasi lufta botërore mbeti në Egjipt. Nëna, ajo me gjyshin tim, edhe ata kishin lënë Shqipërinë pas luftës në kohën e komunizmit, edhe kaluan në Egyptin, në Kairoja, atje u takuan me babën, u martuam dhe neve lindëm atje. U mbarova universitetin farmaceutik në Kairo në vitin 85. E pastaj erdha në Turqi, ku gjyshit tim ishin ardhur para neve. Gjyshi dhe gjyshja ronin në Istanbul, edhe neve erdhëm këtu me radhë. Njëherë erdi nëna, pastaj erdi motra, pastaj erdha unë. Edhe që atëherë unë jam në Istanbul, punova në 8 kompani farmaceutike, ca që janë botërore si Roshi, Glaxoja, Organoni, Smith & Wesson, me ca lokale. Në vitin 2010, unë e lash jetën aktive në punë, po fillova të punoj si konsultant prapë në kompani farmaceutike. E tashti po punoj kam afër 6 muaj në një kompani tyrke prapë, që do prodhojmë lënda të gjakut. Veç asaj, çfarë mund t'i tregojmë, në Egjipt baba ishte qendra e shqiptarëve. Shqiptarët studentët që vinin në Kosovë të mësonin në SRTT, kalonin në shtëpia tonë. Kishim shumë miksirë, shumë familja shqiptare ishin në Egjipt, po shumica e lanë Egjiptin në fillim të vitit 70 edhe emigruan vajtën në Amerikë, sa vajtën në Kanada. Neve kishim mbetur, shumë pak familja mbetën atje. Edhe si ju thash që atëherë ke vitin 85, jam në Istanbul, vazhdoj jetën këtu, edhe ja sot u takova me zotin Kamilin, edhe jam shumë I lumtur që takova zotin Kamilin dhe fillom të folim shqip, se to është një e zorshme që mos harosh gjuhën shqipe, sigurisht në një vend si Egjipti, vetëm neve në shtëpi, ishte baba dhe nëna që folnin shqip dhe neve folnim. Edhe këtu në Istanbul vazhduam të folim shqip në mes tonë. Tashti veta unë me motrën vetëm. Motra si quhet e përmendem në pak përpara, Durata. Zotri Ilir, ju tashti 61 keni lind, 1961. Do të thonë jeni 64 vjeç. Motra më e madhe se ju. Në atë kohë dhe keni lindur në Egjipt dhe emrat, do të thonë emri motrës Durata dhe emri juaj Ilir. Do të thonë kjo është shumë interesante. Si është pritur në rrethin tuaj dy emra shqip për shembull në Egjipt? Baba dhe nëna thoshtin që duat të vëllën një emër shqiptar që mos harroni që jeni shqiptar. Dhe me vërtet emri Ilir, emri Durata ishin emra shumë të çuditshme për rrethin ton arab në shkollat e Misirit. Po, u mësuam, kaluam mirë, edhe këtu kur erdha, edhe këtu është një emër I ndryshëm, nuk e përdoren në Turqi. Vetëm në Shqipëri kemi shumë Ilir, këtu në Turqi nuk I din. Masë një ditë të shkruam një libër për Ilirianët, që ta dinë Turqit qërë janë këta Ilirët. Kush e di, masë zoti Kamili a I bete vjen, ose masë bejmë bashkë, në shikojnë në shalë. Më vjen mirë që unë njoftova, unë për ju kam dëgjuar, e kam lexuar një libër Shqiptarët e Egjiptit, ju keni qenë në kopertinën apo kapakun e librit, me motrën tonë, pa atëre keni qenë ju fëmijë. Dhe më vjen mirë atë librin, ndoshta 20-25 vite përpara, apo më shumë e kam lexuar. Me motrën tuaj Duratën jam njoftuar përpara. Ja, sot ishte kësmet dhe unë njoftova me juve, më vjen mirë që unë njoftova, faleminderit shumë dhe gjithë të mirat. Mirupafshim.